me një super hit të kohëve të fundit dhe e sollëm edhe ne këtu në Shije Shtëpie. Bravo, shumë mirë. Tani kthehemi te hiti ynë. Sa do thosha unë, po s'to ndërpreva. Te super hiti ynë, tik tik. Shkojmë me një herë tek receta. Dhe sot kemi vendosur sjellim një pul të plot. Pula më mirë se sa me patate dhe me pilaf, nuk ka se si të shkoj më shumë. E kemi bërë me qull, me arra, me ç'të doni ju e kemi bërë. Pra, tradicionalisht shqiptarët për një pjatë të tillë mbarojnë. Mirë, po kombinimi sot do të jetë përveç se pilafit edhe me qiqra, që ta dini ju të gjithë, orizi duhet ngrën aq sa duhet, 80 gram mjaftueshëm është për një racion, ne për arsye se të arriti çik nivelin e sheqerit në gjark. Kështu që ata që vuajnë nga ky problem, duhet ta hanë të minimizuar ose më mirë të zgjedhin orizin që duhet. Kaq, të tjerat i thot dietologu, dhe ne do të kombinojmë me qiqrat, që qiqrat janë të mrekullueshme për të na ulur kolesterolin, kështu që të dyja së bashku. Perfekt. Aty ku ka diabet, ka dhe kolesterol, të dyja së bashku na japim atë që duhet, gjithmonë në sasinë e duhur. Do të vendosim një pul, mirë po, nëse ne do ta bëjmë pulën të pjekur, vetëm me vaj, me krip, piper të zi, mund t'i vendosim në një aromë të thjeshtë brenda, mund ta vendosim edhe pilafin dhe ta bëjmë në tavë së bashku. Po këtë marinimin e pulës thjesht e dim. Unë desha të sjell një marinim tjetër, me kos, me pak salcë, me pak piper, me një çik trumz, me piper të zi patjetër, që jep një shije akoma dhe më shumë mishit. Prandaj, vendosa që me kockat që kam hequr unë, qafën që kam ruajtur dhe për supë, kam patur, kështu që këtu kam zjeva çik nga ato kockat, qafë, krah e kështu, mora çik lëng pule, sepse edhe për pilafin duhet lëngu pulës. Por duke e bërë me salcë, nuk mund t'i marrim lëngun kur ta pjekim. Tani, marinimi i salcës, pula duhet larë, tharë, mirë. Tani, në marinimin e salcës kemi një lugë kos, që nuk e lë mishin të thahet në brendësi. Mjaftueshëm është, ja, një lugë mjafton. Një lugë kafe, piper të kuq, jo shumë, një lugë çaj, salcë domate. Çaj është kjo. Këtu kemi një lugë kafe trumz, kemi një gjysmë lugë piper të zi dhe domosdoshmërisht vaj ulliri. Do të hedhim pak këtu, mos keni merak, nuk digjet se pula do nxjerrë lëngun e tij dhe duke patur këtu përqindje uji, nuk ka se si të digjet. Ja dhe këtu, për momentin po hedhim vetëm 2 lugë. Faleminderit, Katerina. E kemi përdorur pema, siç e pat. Është ky vaj ullirit shqiptar që ne sugjerojmë për gjithë ju. Ky është versioni vaj ulliri i virgjër, zgjedhur nga ullinjt e jugut. Është një vaj ulliri i përftuar direkt nga ullinjt dhe vetëm me mjete mekanike. Ky është informacion që do doja ta ndaja për gjithë ju kur bëni përzgjedhjen tuaj për gatimet. Po e lë këtu afër të tjerave. E kthehem. Furrën e kam hapur në temperaturën 180-190 gradë. Tani do hedh bollshëm këtu, këtë pjesën e salcës, dhe do filloj ta marinoj në të gjitha anët, duke lyer tani dhe me duar, duke masazhuar mirë. Krahët kemi marrë 2 stika dent që t'i ngulim që gjatë pjekjes mos në hapen. Ja, këtu. Ja dhe këtë pjesën këtu. Këmbët ja kemi lidhur. Dhe drejtë në tavë. Prit. Sa e mirë do dalë prej kësaj salcës. Tani këtu lëngun e pulës e kemi. Për ata që do ta bëjnë vetëm jo me këtë marinim, me krip piper të zi, me vaj, edhe në gjethe rozmarine brenda tek barku i saj, mundet që ta marrin lëngun
edhe një gotë koncentrat lëng, mjaftueshëm, dhe më pas hedhim ujë. Kurse unë aty kam 2 gota e gjysmë 500 ml dhe do ta plotësoj pjesën tjetër me ujë. E hedhim dhe këtë pjesën këtu. Edhe i qik vaj sipër, se ti e di që unë vdes për i qik vaj këtu sipër. Ja, pak. Ja, ta sjell pemën. Dhe aty se rregulloj unë, sa të hek dorezat. Shumë mirë, ndërkohë bashkë. Tani, më fal, Katerina, dhe një fjalë. Në rregull, po. Unë do ta vendos drejtën furrë se s'kam kohë. Nëse ju do ta bëni këtë në shtëpi, këtë lloj marinimi, dhe pastaj garnityra të cilën ju do të mbushni pjatën, mund të jetë ndryshme, mund të jetë pilaf, mund të jetë patate, furre, mund të jetë perime, zgare. Zgjedhja është e juaja. Atëre do ta merrni pulën, do ta vendosni në një pjatë, kuptohet, ta mbuloni kështu jo drejt telefoni këtu, që të ketë një çik sipërfaqe ose tas të madh, dhe ta lini që të marinohet 1 orë në frigorifer, në fresk. Mbas 1 ore e nxjerrim edhe bëm tepsi dhe do ta pjekim në furrë pastaj për 5-10 minuta deri në 1 orë përsëri. Dhe mishi ka një shije absolutisht të mrekullueshme, nuk thahet, se nuk e le kosi që të thahet. Sikur jo të jetë pul, po sikur të jetë edhe fileto pule, që s'ka lëkurë sipër. Po, që të mbrohet. Ajo ka lëkurë nëse ne e presim, nëse i blejmë gati fileto pule, nuk ka lëkurë, vjen pa lëkurë. Edhe kosi absolutisht nuk e lë që të tani edhe pak vaj. Ti bëjmë adetin si nga vjollca. Ta pasurojmë dhe do të ketë shije të mrekullueshme, kjo është e padiskutueshme me salcën, me të gjithë përbërësit që janë. Ja me sa do ta pasuroj, një lugë gjellë. Jepa të shkëlqim një qik nga sipër. E lëm një qik të shojmë sa ujë do të nxjerrim, nëse mund të hedhni gjysmë gote. Jo gjysmë gote, gjysmë filxhani, si thash gotë. E vendosim kështu siç është. Furra tash e ndezur. Varet se si keni furrën ju të fuqishme apo jo. 180 deri në 190 gradë për 1 orë ajo theket bëhet. Kjo madhësi pule, se nëse do të ishte një më e madhe, sigurisht koha duhet çik më shumë. Tani këtë ta vendosim frigoriferën? Po. Se na duhet, do gatuajmë prapë. Ta vendos këtej, ë? Po. Tek sirtarët. Në rregull. Tani do të bëjmë pilafin. Në një tenxhere të bollshme, që t'i lëm kohë. Një lugë gjalp. Ja një lugë. Ma hapë? Po. 1, 2, 3. Kemi 2 gota oriz, po shikoni ju që janë një gisht më pakë, jo plot. Mendoj që është mjaftueshëm për një familje me 4 persona, i bie që një gjysmë gote që bie, ke 100 gramshi. Qepën tani do ta grim në rende shumë holl. Në rregull. Ai qepa orizit e jep një shije. Mund ta bëni edhe pa qep, po duke patur mishin që do të ketë aromë, salce, e ku ta di unë. Pastaj edhe këtu do të hedhim edhe një çik keri. Një moment se s'po gjej prizën. Ja, e gjeta. Okej. Regjizori ndërkohë që thotë humbën të dyja. Ja, të shohim pak recetën ndërkohë me shkrim. Po, më jep një qep tjetër se kjo qepa. E kam unë këtë, më duket, po. Më falni. Një qep mesatare. Mendoj se kjo është në rregull. Urdhëro. Përbërësit që do të na duhen për pulën e pjekur të shoqëruar me pilaf dhe qiqra janë këta. Pra do të marrim një pulë të plot, një lugë gjelle kos, një lugë çaj pastë domate, 2 lugë gjelle vaj ulliri, një lugë kafe piper të kuq, pak trumz, një lugë çaj krip dhe gjysmë lugë çaj piper të zi janë përbërësit gjithashtu të salcës me të cilën marinuam pulën tik-tik. Vazhdojmë tani për pilafin, do të keni gati 2 gota oriz, një qep mesatare, 2 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj,
Po e ull pak, më falni. Një Jo, gotë... gjalp, një lugë gjelle kam thënë, jo 2 lugë. Një lugë. Është shkruar gabimisht. Një lugë gjelle gjalp, ndjes, duhet korrigjuar. Një gotë lëng pule, 2 gota e gjysmë ujë të valuar, 1 filxhan qishra të zjera, kemi 1 lugë çaj kerri dhe 1 lugë çaj krip. Kaq janë përbërësit, ne do ta shohim recetën gjithashtu në përgatitje. Jemi tek shepa. Ja, u bë me Ken Woodin. Qepa nuk duhet duket fare në pilaf. Gati. Smi lezër kohë këtu padashje. Falë, zë e vjellë, sa? Jo. Diçka mori kjo me kohën. Okej, gati. Mori? Po e lë atët sekondave, s'na prish. Tani, mirë është për t'i hequr amidonin e tepërt pilafit, orizit, mirë është që ne ta vendosim 30 minuta në ujë para se ta gatuajmë. Është shumë e shëndetshme sepse orizi përmban dhe arsenik. Në këtë mënyrë ne i heqim gjithë ato pjesërisht shumë pak elemente që nuk na bëjnë mirë për shëndetin tonë. Por, unë nuk mund ta bëj këtë punë për arsye se desha që të shikohej masa e orizit. Do ta shplaj mirë, asnjëherë nuk e hedhim orizin pa shplar, vetëm në rast kur ai është oriz për risotto që është hermetikisht edhe pa ajër. Po, e mbyllur në paketim. Do ndalem pak tek tik-tik në këtë moment, sepse pula me të cilën ne gatuam ishte pula e freskët shqiptare tik-tik, 100% natyrale, ushqyer me lëndë organike, siç janë gruri, misri dhe soja. Është pula që ne ju sugjerojmë, ajo që ne gatuajmë çdo javë, receta nga më të ndryshmet sjell zonja Vjollca në mënyrë që ju të keni shijen e mirë të pulës, po të sjell në kombinime që besoj edhe ju nëse i përgatisni në shtëpitë tuaja do t'i preferoni dhe do t'i shijoni shumë. Janë vërtet shumë të mira, të shijshme, të lehta, receta praktike që nuk ju mundojnë fare as me blerje fundi a fundit. Dhe vazhdojmë tani me pjesën tjetër të recetës. Jemi tek qepa. Ndërkohë orizin ta shplajon zonja Vjollca? Jo, shplajon. Në rregull. Po e lash një çik kështu në ujë. Dhe detajin e rëndësishëm, e qënë se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe shumë prej jush pra jeni duke agjëruar dhe përzgjidhni me kujdes se çfarë konsumoni, tik-tik janë nën përkujdesje maksimale sa i përket edhe respektimit të rregullave, sa i përket trajtimit dhe therrjes së pulës, sipas metodave ose kushteve halal. Vazhdojmë tani. Tani, unë thash që orizin do t'a vendosim në ujë, po kur e vendosim në ujë orizin, nuk është më raporti orizit 1 oriz edhe 2 ujë. Është 1 oriz edhe 1,5 ujë. Për arsye se orizi është hidratuar dhe sado ka thithur pak lagështirë. Ke dëgjuar ti që në herë thonë që më ra celularin në ujë dhe i thonë që futen oriz, sepse përthith shumë lagështirë. Po, është e vërtet. Siç ishte ai eksperimenti me banane në oriz dhe fusnin për ta përthithur si duket lagështirën, për ta ndihmuar pastaj që të zbardhej. Bën një punë të tillë. Unë me telefonin nuk e kam provuar, se fatmirësisht nuk më ka ndodhur kështu. Nëse e keni bërë, e ke bërë? Funksionon? Pra vendosja e telefonit në oriz? Për 1 orë, super. Ta kem parasysh. Po uroj që mos të duhet. Nuk do t'i japim qepës në gjyrë, por të bëhet transparente. Sot kemi dhe, mund të themi se është ditë quizësh, se përveç quizit të Komodita Home në fund të programit, gjatë recetës së dytë do të kemi dhe quizin unë Novital. kam zgjedhur supë që gjatë kohës që të zgjejnë perimet, Ne vazhdojmë me quizin këtej. E ka ordisim edhe i qik. Dhe fituesja e javës kaluar, mos harroj të vi këtë javë, se nuk ka më kohë. Vetëm këtë javë mund të merrni vezet që keni fituar.
Ndryshe ato pastaj kalojnë datat, është normale edhe plus ne nuk mund të mbajmë pa fund vez këtu. E mirë kuptoni këtë gjë, apo jo? Sigur t'i lini të gjithë? Tani, këtu sigurisht edhe lëngu pulës është i nxehtë, po është vakur pak. I trazojmë që këtu, Katerina, këtë. Atëhere, unë kam thënë që 1 gotë lëng pule dhe 3 gota me lëng pule koncentrat, nëse ne do merrnim lëngun nga tava aty në tavë. Atëhere, unë këtu kam komplet lëng pule, kështu që mund të shkoj pak fare ujë. Masa duhet jetë shiko, kaq sa që ishte e mbushur me oriz. 1, 2, 3, 3 gjysë po e lëdha unë, se do riko që të zbutet ajo. Ajë që shumë. E vendosim këtu? E ngrem tani. Që t'jeti nxehtë si qik. Qiqrat do t'ja hedhim qik më vonë, se qiqrat janë të gatuara. Veç se është shumë i shishëm si oriz. Nuk e dja e keni provuar ju. Unë i përdor qiqrat në shtëpi. Pastaj në fund, nëse dëshironi, kur ta montojmë në fund, do të vëm orizin rreth e qark, në mes pulën. Nëse dëshironi për ta freskuar, mund të hidhni pak fare majdanos, por edhe jo vetëm piper të zi. Ne sa herë bëjmë ndonjë edhe ofertë për shembull për Nutribullet, të themi gjithmonë smoothie, konsumoni smoothie, ju bëjnë mirë edhe ato her pas here t'i shtoni në dietën tuaj ushqimore, në regjimin tuaj ushqimor. Dhe ka disa smoothie, të paktën kështu ishte një postim dhe unë preferova që ta sjell, që mund të bëjnë mirë për një problematik të caktuar. Për shembull, që të bësh një gjumë shumë të mirë, mund të përziesh kastravec, gjethe menteje, ujë kokosi dhe lajm, limoni jeshil. Vazhdojmë me zorët, papaja, moll, kumbulla dhe farat kia ose chia që i thon disa. Më pas, për të çliruar veten nga dhimbja e kokës, është shalqi, spinaq, gjethe menteje dhe lajm përsëri. Dhe përsa i përket lëkurës, portokall, karrot, turmerik, matcha dhe piper. Dhe në fund, për imunitetin, diçka në fakt e njohur, sepse për imunitetin e jemi ndalur kush e di sa kohë për ta forcuar atë, portokall, karrot, ginger, turmerik dhe piper. Provojni se ndoshta mirë da bëjnë, edhe sikur të mos shqetësojnë drejt për drejt dhimbjen e kokës. Për gjumin lexova që dhe një kështu kivi të bënte shumë mirë. Kishte një element që të ndihmonte që ta haje në darkë. Në darkë, po. Sepse mirë është që kur japin këto, t'japin edhe kohën kur duhet t'i përdorësh. Domethënë në dreka, në darka, në mëngjesa, se jo të gjitha gjërat mund të përdoren. Ka janë smoothie për zjerje, ke dhimbje koke, ja po e pi një frut, një smoothie të tillë, s'besoj se bën keq, ose për lëkurën. Është afat gjatë, besoj, nuk është magji që direkt për lëkurën të na çliroj. Jo, për lëkurën duhet të na pastroj. Ta pish rregullisht. Që të shohësh Fundja e çfarë ka natyra, mirë e ke. S'ke bërë gabim. Ja filloj të ziej me njerë. Tani do të hedhim këtu keri, pak keri. Unë i kam, ai lëngu i pulës ka pak krip, po do t'i hedhim edhe pak krip ne. Ja kaq. Kemi dhe qiqrat. Ma e pa piper në zi. Shumë pak sa për aromë, pjesën tjetër se cili edhe në pjatë. Hedhim dhe pjesën tjetër të ujit, të lëngut të pulës, dhe ka që është okej. E lëm 2-3 minuta dhe do të hedhë dhe qiqrat që të bashkojnë shijet me njëra tjetrën. Tani më temperatura nuk do të rike 9, po do të rike 6.5. Ja, kaq. Edhe në qik të 7 sa të marri valë mirë, se i ra vala për njerë.
Mori? Bukur, po. Po. E ullë prape 6.5. Dhe lëm orizi, ky lloj orizi, çdo orize ka të shkruar në pakon e Po, te paketimit, paketimi. konfeksioni, them unë, në paketim, se sa minuta ka 14 deri në 16, 12 deri në 14, ky ka 12 deri në 14 për të qenë shumë al dente është 12, për të qenë normal është ke 14. Perfekt. Do të thënë nga fundi shtojmë qiqrat. Jo, nga Nga dhe mesi. çik. Po, edhe pak. Ja, të shohim edhe një recetën me shkrim, sepse dal nga dal do bëhemi gati për publicitetin dhe për recetën tjetër. Pra kemi pule pjekur shoqëruar me pilaf dhe qiqra si recet e parë dhe ne bëm gati një pul të plot tik-tik, të cilën e marinua me 1 lugë gjelle kos, 1 lugë çaj pastë domate, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë kafe piper të kuq, pak trumz, 1 lugë çaj krip dhe gjysmë lugë çaj piper të zi. Përbërësit për pilafin janë 2 gota oriz, 1 qep mesatare, 1 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj, 1 gotë lëng pule, 2 gota e gjysmë ujë të valuar, 1 filxhan qiqra të zjera, vazhdoj me 1 lugë çaj kerri dhe 1 lugë çaj krip. Pula është në furr, Po, tani tik-tik. po hedh edhe qiqrat. Okej, Dhe i loj që të gatuan së bashku. bukuri. E Ja, rita ku e dhe i keni. qik temperaturën, se qiqrat ishin të ftota, kështu që dua që të më shkoj po zjena, po që të filloj zjerja mirë. Dhe këto ishin të gjithë përbërësit për recetën e parë. Mirë, bëhemi gati më pas në publicitet për të dytën, do t'jetë një supë thame shishme me perime dhe qumësht. Ky është Po. titulli me të cilin do t'a gjenit në YouTube më vonë, por do t'i zbuloni të gjitha pas pak. Mjafton të qëndroni me ne, të shihni recetat dhe të luajmë së bashku me quizin për vezët o vital në fund të pjesës të recetës së dytë, me një nga recetat e javës së kaluar nga zonja Vjolta. Kështu që hidheni një sy ndërkohë që jemi në publicitet, faqeve tona në Instagram dhe YouTube, rrjeteve tona sociale.